Shqipëri. Përshëndetje! Përshëndetje! Brenda teje pikërisht në këtë moment diçka tashmë po zgjohet. Nuk janë vetëm mendime, por është energji, është kimi e gjallë. Çdo ide që kalon në përmendjen tënde ndez një reakcion si zinxhir në trurin tënd. Lëviz energji në të gjithë trupin tënd dhe çdo emocion që ndjen çliron substanca që e shtyn trupin tënd të veprojë, të zgjedh dhe të bëhet ai ose ajo që je. Nuk je thjesht duke menduar, por krijon, po gjeneron drejtimin e jetës tënde. Bene, voglio farti una domanda. Chiudi gli occhi se vuoi e pensa quante volte nella tua vita hai detto non sono abbastanza bravo, non sono abbastanza brava, non sono abbastanza forte, non sono abbastanza avanti. E magari hai pensato anche che fosse un problema, che tu fossi il problema, un limite, un difetto, qualcosa da correggere. Ma se ti dicessi che non è così? Se ti dicessi che quel non basta non è il segnale che c'è qualcosa che non va in te, no, ma è il segnale che sei vivo, che sei viva. Perché vedi, il tuo cervello non è progettato per fermarsi, è progettato per muoversi, per crescere, è progettato per evolversi. Dopamina, ajo që shumë e quajnë molekula e lumturisë, në të vërtetë është molekula e pritjes. Nuk aktivizohet kur zotron diçka, aktivizohet kur je duke ndjekur atë. Dopamina jeton në parashikim, merr frymë në pritje, pulson në proces, në rrugën e të bërit diçka apo dikush. Nuk jeton te riżultati, merr jetë në rrugtimin që të çon drejt atij riżultati. E quindi capisci cosa significa tutto questo? Significa che ogni volta che raggiungi un traguardo e subito dopo senti che non è abbastanza, non è perché sei sbagliato, è perché sei già cambiato, la tua identità si è già aggiornata prima ancora che tu possa rendertene conto, non sei più quella di prima, non sei più quello che è partito, non sei più nemmeno quella di un attimo fa, di un passo fa. Sei già una versione nuova di te e quindi il punto non è se sei cambiato. Më parë mendoje, kur të arri atje, do t'jemi kënaqur ose e kënaqur përfundimisht dhe pastaj arrin dhe ajo maj bëhet pika e re e nisjes. Nuk është se nuk mjafton, është se ti nuk je më ai ose ajo e më përparshëm dhe atëherë pyetja e vërtetë është kjo. Po ndjek diçka për të mbushur një boshllëk apo për të zgjeruar një mundësi? Ki kujdes, si i përgjegjshëm sepse nga kjo përgjigje varet versioni që po bëhesh. Kush po bëhesh në të vërtetë? Vetja jote apo ajo e ndërtuar nga kërkesat e të tjerëve? Ajo që të shuhet apo ajo që të ndez dhe të zgjeron? Ajo që të mban të palëvizshëm apo ajo që të bën të zhvillohesh? Ajo që lind nga frika apo ajo që lind nga brenda teje? Tashmë e di se kush dëshiron të jesh dhe kush mund të jesh. Ajo që të largon nga vetvetja apo ajo që të kthen në shtëpi? Cila nga këto? Vedi, esistono due tipi di non abbastanza. Il primo nasce dalla paura, non valgo abbastanza. E questo consuma, questo ti svuota. Il secondo nasce dalla crescita. Posso ancora diventare di più. E questo secondo punto espande, ti eleva, ti trasforma, ti evolve. Un albero non si ferma e dice basta, sono arrivato. No, cresce e cresce sempre di più e quando non cresce più verso l'alto, cresce nelle radici. E forse anche tu sei così. Forse quella sensazione, quella spinta, quel fuoco, quel fuego dentro non è insoddisfazione, è evoluzione. Sepse sistemi yt nervor funksionon pikërisht kështu. Do të çojë drejt një ekuilibri të ri dhe pastaj në mënyrë të pashmangshme do të ftojë të shikosh më tej. Quhet homeostaz, është mënyra në të cilën truri yt mbron stabilitetin, por në të njëjtën kohë përgatit ndryshimin. Sa herë që arrin diçka, i rezultat integrohet, normalizohet, bëhet shtëpia jote e re dhe ndërsa një pjesë jote stabilizohet,
një tjetër aktivizohet. Mendja jote fillon të shoh përtej. Sistemi yt i dopaminës rindez shtytjen. Neuroplasticiteti yt hap mundësi të reja. Jap se ndjen atë tension. Nuk është se nuk mjafton kurrë, është se je krijuar për të zhvilluar. E questa spinta, credimi, ce l'abbiamo tutti, è parte di come siamo fatti, ma pochi la riconoscono per ciò che è. E allora ricorda, l'uomo è un animale intrappolato in gabbie di significati che lui stesso giorno dopo giorno ha creato. E allora ascoltami bene, non devi spegnere quella voce, no? Perché quella voce è biologica, è chimica, è energia, quella voce è vita, è il tuo sistema che ti sta chiamando e invitando ad andare avanti. Devi ascoltarla, devi guidarla, perché se non la comprendi, allora diventa pressione, diventa frustrazione, diventa confronto, diventa quel non sono abbastanza. Ma se la comprendi, allora diventa direzione, diventa espansione, perché tu non sei qui in questa terra, in questo universo, in questa vita. Tu non sei qui per arrivare. Se tu fossi stato progettato per arrivare, allora il tuo sistema nervoso, il tuo corpo, la tua mente, ogni singola cellula di te, si fermerebbe. Ma invece non lo fa. Siamo composti da circa 30-37 mila miliardi di cellule che si adattano e si riciclano, si stabilizzano e poi si evolvono. E allora tutto questo significa che tu non sei qui per fermarti, ma sei qui per diventare qualcosa, diventare qualcuno. Dhe atëherë sot zgjidh nëse ajo nuk mjafton, do të jetë sinjali që të bllokon apo shtytja që të zgjeron drejt versionit më të mirë tëndin. Ne jemi Evis dhe Gianluca, jemi dy health coach të Health Coaching Academy. Akademia themeluar nga profesorët Antonio dhe Romina që merren me mirëqenien psikofizike dhe emocionale nëpërmjet studimit të zbatimit të disiplinave si neuroshkenca, epigjenetika, psikologjia, health coaching dhe programimi neurogjuhësor. Nëse kjo video ju pëlqeu dhe dëshironi të dini më shumë, abonohuni në kanalin ton dhe ndajeni me dikë që ka nevojë të kujtojë se sa vlen dhe mbi të gjitha, filloni sot të ndërtoni suksesin tuaj. Klikoni në linkun më poshtë për të qëndruar në kontakt me ne dhe me Health Coaching Academy. Ju lëm gjithashtu edhe linkun e shoqatës sonë të kategorisë italiane të health coachave e regjistruar në listën e shoqatave profesionale që të lëshojnë certifikatën e cilësisë së shërbimeve të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Mirupafshim dhe shihemi së shpejti. Mirupafshim. Health Coaching Shqipëri.